Pse kjo protestë? Po këtu nuk ka një normalitet që të mos ketë protest. Kjo është protest për dinjitetin. Kjo është një protest për reagimin shoqëror përballë një fasade të madhe. Jetojmë në një fasadë të madhe. Jetojmë në një vend që prindi dikur priste gëzime kur linte fëmijën, e shkoi për urim, sot pret urime kur siguron një mundësi që fëmia të ikë jashtë. Kjo është e pa imagjinueshme. Do të gëzohesh pse do të viki fëmia nga shtëpia, nga vendi. Sot sepse sot po del hapur ajo që dinim të gjithë. E dinim që në tavolina flitej, në lagje flitej, në familje flitej, në punë flitej, po sot po na dalin nga dokumentat që po dalin, tauja që bëhet, se mirë që na vjedhin, po dhe na taujin aty. Ha? Me një mesazh 53 milion euro. Dhe kjo s'është më e keqja. Më e keqja është që mirë që të vjedhin, po nuk fusin sasinë e dur të ekurit në tunel dhe ti kalon aty dhe mund të të marrë jetën. Mirë që të vjedhin, po nuk e bëjnë si duhet Skarpatin te rruga Qukës Qafpoç, dhe ti kalon aty dhe bie mali dhe mund të të marrë jetën. Mirë që të vjedhin, po nuk e pranojnë, të mundohen të bëjnë dhe për budalla dhe del kryeministri thot, gjykata që më ka pezuar ministren dhe zvendës kryeministre, më ka penguar punën se unë nuk shkarkoj do tani përmes asaj drejtorat që kanë dalë korruptuar. O shok, po me këtë tallesh. Po shkarkoj më shok ministren, se nuk ka lindur ministre, se do ekzistoj Shqipëria edhe pas ministrit apo kryeministrit filan. Shkarkoj atë, emroj një tjetër, lere atje drejtësinë të bëj punën e vet, nëse del që është në rregull, merre prap, po vazhdove. Pse e merr në mbrojtje ti? Deri dje thoshe përgjegjësia është individuale, sot vazhdove thua që është kolektive mbrojtja? Pra ka shumë arsye. Ka shumë arsye për të protestuar dhe gjendja është shumë e keqe. Pse ky model protest? Sepse e para është modeli më real për t'i dhënë qytetarëve të kuptojnë që kjo nuk është çështje e hallit të një strukture të caktuar që do të marrë pushtet. Jo. Kjo duhet jetë protesta e çdo individi. Për shembull, ai fermeri zonave bujqësore që ju përmbytën serat dhe qante në televizor që kemi parë javët e fundit, apo të tjerë, dhe qeveria nuk shpau gjendjen e fatkeqësisë natyrore zonale për atë pjesë që pastaj atyre t'u lindte e drejta për dëmshpërblim, duhet protestoj. Ai banori i thethit që pasi e gënjyen, i tha ndërtose do t'i bëjmë legalizimet pas fushatës se i kenë në tokë tënde dhe këto janë me zë dhe me figurë. Nga kryeministri, shkuan dhe i prishin mundin e jetës, kishin marrë borxhat. Këta të lokaleve në Tiranë, për te estetikës që unë në shumë raste mendoj që janë gabim, por fakti është që i kishin me leje. Kishin shkuar në bazën e Enit 6, kishin marrë leje, kanë bërë investime dikush 20.000, dikush 30, dikush 100.000, kanë bërë ato lokalet, dhe ti shkon dhe u aprish. Po të më pyetje mua, pjesë madhe të atyre nuk duaj dhënë. Po kur ja jep me leje, nuk mund t'ja aprishësh mor zotria ashtu, se secili ka hallet e veta. Në këtë drejtim, çdo qytetar që jeton në këtë republikë përballet me abuzimin e organeve shtetërore në mënyrë të përditshme, të pandalshme. Dhe çdo qytetar duhet ta shohë këtë si një model proteste për veten. Pastaj vullneti të gjithëve, halli të gjithëve, duke u bashkuar duhet prodhoj një daug që duhet ta imponoj këtë të jap formalisht dorëheqjen, sepse ky në aspektin moral nuk e ka më legitimitetin për ta drejtuar këtë republikë. Pse nuk e ka? Po në çfarë vendi mund të ndodhë që kapen ministrat radh me korrupsion dhe qeveria shkon dhe i fiton zgjedhjet me më shumë vota, me më shumë mandate? Ku ndodh kjo? Kapet zvendës kryeministria Gafil, që ka abuzuar me 10 milion euro dhe shkon pas 2 javësh në zgjedhjet parakoshme në 5 bashki dhe fiton me 80%, me 75%. Çfarë shpjegimi ka këtu Adriatik? Kjo ka vetëm një shpjegim. Këta pasi kanë marrë pushtetin dhe e kanë marrë me bazën e shpresës që u krijua në 2013 dhe njerëzit e bën një plebishit, i besuan, e kanë kthyer të gjithë sistemin në funksion të pushtetit të tyre. Çfarë bëjnë? Me një mesazh 53 milion euro. Pse ç'mendoni ju se i ka marrë ajo zvendës kryeministria 53 milion euro? Jo, më nuk i ka marrë vetëm ajo, është gjithë sistemi i këtyre që me ato para blej një pjesë të medjes, blej një pjesë të madhe të analistëve që i bën shplarje truri njerëzve në darkë në televizor duke u thënë s'ka problem që s'ka ilaçe, nuk është problemi që s'ka ilaçe. Problemi është ata që kërkojnë pse s'ka ilaçe, ë?
Me ato para vende blejnë votën, kur vjen puna atë fukaraun. Dikë me 50 euro, dikë me 200, dikë me 500, ka arrit edhe me 700, se ne i dim nga terreni. Dhe përmes parave që na vjedhin, na blejnë votën dhe për ta është biznesi shkëlqyer. 10 miliard euro në vit që po shkon buxheti i shtetit, herë 4 vjet janë 40 miliard euro. Si mund shkëputet ky zinxhiri? Për 40 miliard euro biznes nuk e kanë problem këta që të vjedhin 500-600 milionë dhe të hedhin prapë ndajnë për të blerë zgjedhjet. Si mund shkëputet ky zinxhiri aty? Vetëm me ndërgjegjësim. Dhe kjo lloj proteste është më shumë për të ndërgjegjësuar njerëzit, që njerëzit pastaj të bëjnë masivitetin për ta detyruar për dorëheqje. Ka pasur impakt? Po ka pas impakt. Fakti që ti je këtu sot do të thotë që te ty ka pas impakt. Fakti që zotria të tjerë vinë, qarkuojnë gjithë ditën këtu me qindra njerëz që rrit dikush gjysore, dikush 1 orë, dikush 2 orë, në darkë bëhen më shumë dhe çdo ditë në orën 5 ne do vazhdojmë të bëjmë forume qytetare dhe shpresoj që të rritet aq shumë sa të jetë një dallgë e madhe që ta detyroj. Unë besoj fort që ka ndërgjegjësim. Sikur një njeri të ndërgjegjësojmë ne me këtë që bëjmë në ditë është shumë, pse? Sepse ai njeriu ka shoqëri, ka familje, ka hapet. S'ka rrugë tjetër. Se ç'a të bësh? Me zgjedhje, ç'a ti bësh ti? Ai vetëm merr 80% në bashki që po të shkosh ti u përmbyt Vlora atje, ka 1 jetë që e marrin këta dhe prap 80%. Por ndërkohë kanë votuar vetëm 10%. Pra, qeverisin me 8% të qytetit. Po mund të vazhdojmë kjo histori kështu? Por mua jo. Do thoni ju pse si individ e nise dhe jo si një strukturë, si organizim partijak, për të vrarë çdo paragjykim të dikujt që mund të thotë që po shiko se ata e bëjnë për atë këtë. Jo, unë e bëj si individ. Ky si individ, tjetri si individ. Le të bashkojmë hallin e gjithë secilit dhe aspiratat e gjithë secilit për të imponuar. A jeni gatshëm që nëse partitë e tjera opozitare vendosin të bashkohen idesë tuaj që të bëjnë në këtë protestë si model, ju t'i pranoni të bëhen pjesë e protestës? Kjo është e pa diskutueshme më. Këtu çdo qytetar, çdo organizatë shoqërore, qoftë politike, qoftë sociale, duhet bashkohet në koncept. Ne kemi ndonjë logo këtu, ne ndaj s'kemi vënë logo. S'ka këtu, nuk ka logo, sepse qyteti është i gjithë dhe hallet i kemi të përbashkëta. Kur shkon atje dhe mungonte onkologjiku e receptina, apo me ta trezate 50 mg për kancerin, ë? Ajo nuk pyet, je me partin filan apo me partin fistek. S'ka ilaçe. Kur bie tuneli atje s'ka, pyet ajo me këje, të zë brenda. Kur ta abuzojnë pronën, ta marrin pronën atje, fortët. S'të pyet njeri me cilën parti je apo ç'bindje ke. Në këtë kuptim, duhet këto të lihen më njanë, sepse halli më i madh është demokratizimi i Shqipërisë dhe ne besojmë fort. Zgjidhja është një dhe vetëm një tani, nuk ka tjetër. Zgjidhja është një bashkim i madh popullor që të imponojë këta të japin dorëheqje dhe të krijohet një qeveri e tranzicionit 12 mujore, e përbërë nga intelektualët më të mirë shqiptarë në gjithë botën, dhe kjo qeveri të ketë një mandat 12 muaj. Dhe mandatit ketë pikat qarta, reformimin e kuadrit ligjor për zgjedhjet dhe përgatitjen për herë të parë të zgjedhjeve të lira dhe demokratike në këtë vend, të ndershme. Pastaj, nëse këtu mbahen zgjedhje me një qeveri që nuk i përket këtyre, nuk na përket ne, nuk i përket askujt, po i përket popullit në vetvete, që ka një mandat për organizimin e zgjedhjeve demokratike, dhe këta fitojnë pa përdorur administratën, siç e kërcënojnë sot, pa i detyruar të bëjnë 5 emra në diasporë, siç i detyruan në këto zgjedhje, pa pasur ekskluzivitetin e mjeteve të shtetit e logjistikës që e përdorin në fushat, pa pasur buxhetin për të falur gjobat siç e bën 150 milionë euro me një film 3 ditë para zgjedhjeve, pa dhënë legalizime siç bëjnë këta, pa dhënë licenca e meradh, dhe pa përdorur segmentet caktuara të policisë së shtetit për të lejuar krimin që të dalet bëjnë namin në fushat, atëherë t'u shtrëngojmë dorën dhe t'u themi vazhdoni ecni përpara se fituan në mënyrë të ndershme. Po kjo nuk është punë. Të gjithë ju e dini, të gjithë ata që më dëgjojnë e dinë që këtu nuk ka konkurrencë në zgjedhje dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ka. E dinte lagja, e dinte shoku, e dinte miku, vendi i vogël ne jemi kom kushurish praktikisht. E marrim vesh çdo gjë këtu. Kështu që nuk ka rrugë tjetër. Një qeveri tranzitore e përbërë nga intelektualët më të mirë shqiptarë në të gjithë botën me një mandat 12 mujor për të përgatitur vendin për zgjedhjet e para demokratike pas 34 viteve tranzicion. Çfarë thirrje keni për shqiptarët? Ata fermerët e Konispolit që ju shkatrua mundi se
institucionet janë të paafta dhe u dol dhe u tha që janë me pesticide, duhet jenë në shesh për këtë hao. 30 milion euro u shbër dëmi asaj zone. Janë në pemë kokrat, nuk mlidhe. Ata banorët e Kurdaris, apo të Fanit, apo zonave të tjera që po u vjedhin lumenjt atje, pa i pyet njeri, duhet të dalin për veten e tyre. Ata banorët e Thethit që u shkatruan mundi i jetës në një mënyrë abuzive. Unë jam kundër ndërtimit në zonat e mbrojtura, po dhe ashtu nuk bëhet siç e bëri ky shtet. Pse nuk i pa shteti ata që ndërtuan? Ë? Duhet të dalin. Këta që ju prishën lokalet, duhet të dalin. Të rinjt që i gënjeu para 2 vjetësh, 3 vjet, më fal, para disa vitesh në protestën e studentëve. I gënjeu, nuk ka majt asnjë nga ato premtime që u dha. Duhet të dalin. Jo për mua, secili për vete. Dhe të gjithë bashk për njëri tjetrin dhe për veten tonë. Kjo nuk ka rrugë tjetër. Sa do vazhdoj kjo protestë? Kjo protestë mund të zgjasë edhe 3 ditë nëse këtu derdhet gjithë Tirana dhe e detyron të t'jap dorëheqjen, siç u derdh për armët kimike, siç u derdh për çmimet kur dolëm, plot qyteti. Mund të zgjasë edhe me javë, aq sa ne do rezistojmë, nuk e di sa mund të rezistojmë biologjikisht. Nuk di të ta them, do të gënjeja. Unë uroj shumë që gjithë qytetarët të dalin për vete. Se në fakt kur ka dal Tirana, kauzat janë fituar. Doli Tirana për armët kimike, u ndal. Doli Tirana për ligjin e mbeturinave, për importin e plerave, u ndal. Doli Tirana për rritjen e çmimit të karburantit, u ndal. Sa herë ka dal Tirana në protest, qeveria është rrequr, me thënë drejtën. Me dal Tirana këtu, e gjitha, dhe me i kërku këtij neutralitet, që do të thotë dorëheqje dhe zgjedhje për 12 muaj me një qeveri tranzitore për bërë nga intelektualët më të mirë, unë të siguroj që ky të riqet se s'ka ku të shkojë, se është në hall të madh me drejtësi. Dhe ne jemi këtu edhe për t'i dalë krah drejtësisë. Absolutisht. Ky që një nga motivet kryesore. E ke parë si bën si kur e bën indirekt, po i ka dalë gjykatës kushtetuese se i fut grushta nga çdo anë dhe i ka vënë në presion total. Total. Dje shoqata e gjyqtarëve si asnjëherë më parë, dolin deklarat dhe tha, zotri, mos na kërcënon në punën tonë, kështu qethën me fjalë të thjeshta. S'kish ndodhur ndonjëherë. Dhe kur arrin ata e thon hapur, e imagjinoni ju çfarë ndodh prapasken. Duket vetëm 1/10, 1/100 asaj që ndodh. Pse? Sepse ka vendosur gjithë fuqinë e vet se i kërcënon me numrin e mandateve tani. U thotë më kanë 83 dhe e dini ju që i bëj dhe 93 për të ndryshuar kushtetutën. Dhe këtu është populli që duhet të reagojë. Se shtet demokratik pa popull që do demokracinë nuk ka. Nuk ka, s'ke si e bën. Nuk ka jo një Adriatik, 1000 Adriatik nuk e bëjnë dorë. S'ka rëndësi emri. Është ndërgjegjësimi shumë i rëndësishëm. Dhe kjo nuk lidhet me këtë si individu. Ai nëse aty s'është më një ditë, për mua nuk më thotë emri i tij asnjë gjë fare. Për mua debati me atë është për sa kohë ai është kryeministër, sepse është me funksionin që ai mban dhe abuzimin që bën. Nuk është personale si individ, është me funksionin. Në këtë drejtim, ai nuk e ka justifikuar besimin e parë, se rrugës pastaj i kanë vjedhë dhe dini vetë ju këtë moment. Faleminderit shumë për intervistë. Faleminderit.